Në kohën kur zëvendës kryeministri Belinda Balluku kërkoi 2 orë kohë nga gjykata që të njihej me aktet për pezullimin e saj nga detyra, kryeministri Edi Rama lëshoi një tjetër paralajmërim për gjykatën kundër krimit dhe korrupsionit. Rama i vuri në dukje drejtësisë se kanë shkelur në kompetencat e pushtetit të tij, duke shkelmuar kushtetutën. Paralajmërimin e tij, kryeministri ilustroi me një fjalim të ish prokurorit përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara, Robert Jackson. Fjalët e tij të kumtuara në mes të shekullit të kaluar mbeten udhërfyese për çdo që beson se drejtësia duhet të jetë e pavarur, por kur e papërgjegjshme, e fortë, por kur e verbër ndaj kufive kushtetues. Dhe po e ndaj sot me ju, fjalimin historik të Robert Jacksonit, sepse paralajmërimet e kryeprokurorit legjendar të Amerikës, njeriu që shkroi etikën moderne të prokurorit demokratik, tingëllojnë sot si të shkruara për ne. Robert Jackson i mësoi botës demokratike se kur prokurori kërkon njeriun përpara krimit, drejtësia vdes, dhe kur një pushtet hyn në territorin e një tjetri, kushtetuta demokratike nuk merr më frym, por mbytet. Veç paralajmërimit për drejtësinë, kryeministri Rama ka theksuar se pavarësisht gjithçkaje, ai nuk ka ndërmend të reflektojë dhe do të vijojë të qeverisë vendin, si dhe ka sulmuar kritikët dhe opozitën që i kërkojnë dorëheqjen.